Një denoncim ka mbërritur për redaksisë së CNA-s, i cili referohet dy procedurave të prokurimit të zhvilluar nga Bashkia Trapoj, kur pretendohet se kompania vllazënimi SHPK ka përfituar dy kontrata brenda një periudhe të shkurtër, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e vlerësimit e respektimin e kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Sipas denoncuesit, kontrata e parë me objekt rikonstruksion asfaltimi rrugëve mbushje gropash ka një vlerë për 5.650.797 lekësh, është e lindur me 28 korrik 2026 me afat përfundimi një muaj. Denoncuesi pretendon se gjatë kësaj procedure janë skualifikuar operatorë të tjerë pjesëmarrës e se kontrata jashtë nga kompanisë vllazënimi SHPK, e cila sipas tij ka lidhje familjare me kryetarin e Bashkisë Trapoj, Rexhi Biberi. Por pikpyetja sipas denoncimit shtohet në procedurën e dytë, bëhet fjalë për kontratën me objekt ndërtimi mureve mbarësje e drenazh në brenda të tokave e shtëpive në fshatin Ngri Dojan, njësi administrative Bujan, Bashkia Trapoj, me fond për 7.124.236 lekësh, e cila sipas denoncuesit është nga sërish të njëjtës kompani. Në denoncim ngrihet një çështje e lindur me kriteret e kapacitetit teknik të përcaktuar në dokumente standarde të tenderit. Sipas denoncuesit, operatori ekonomik duhet të paraqitet deklaratat nga administratorë si inxhinierët e deklaruar për kualifikimin të disponueshëm për realizimin e kontratës e nuk janë të angazhuar në kontrata të tjera. Një kërkesë e ngjashme sipas denoncuesit parashikohet edhe për makineritë e pajisjet, të cilat duhet të angazhohen në objektin e prokurimit, ndërsa autoriteti kontraktor ka të drejtë të verifikojë lidhshmërinë e tyre. Denoncuesi pretendon se në momentin e dhënies së kontratës së dytë, vllazënimi SHPK kishte ende të angazhuar stafin teknik e mirë në kontratën e parë, e cila ishte lindur 28 korrik 2026 e kishte një afat zbatimi për një muaj. Sipas këtij pretendimi, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kishte verifikuar nëse kompania plotësonte kushtet e kërkuara për kapacitetin teknik e disponueshmërinë e burimeve njerëzore materiale. Sipas denoncuesit, procedurat janë favorizuar nga drejtuesi e Bashkisë Trapoj e SGN e kontratave kompanisë vllazënimi SHPK linket me marrëdhënie familjare të administratorët të saj me kryetarin e bashkisë. Kjo nuk është hera e parë që Bashkia Trapoj akuzohet e denoncohet për shkeljen në procedura prokurimi.